A ka ndodhur ndonjëherë të jeni pjesë e një historie horrore, një historie me gjëra të pushtume, të frikshme, nuk e kam iden, po nëse ka ndodhur, komentojini historinë poshtë sepse do bëj video vetëm me histori horror, okay? Çuna e goca Artioli këtu, mirë se vini te video të Laze Plus. Sot kena me pa dhe me reagu momente horror, momente të frikshme, momente të pushtuara që janë kap nga kamerat e sigurisë plak, kanë ndodhur brenda në përshpira, në kuzhinë, në dhomë gjumit, shumë gjëra paranormale anej knej. Mos tumbim kohë më shumë, boni krejt nga i like, krejt nga i subscribe, ta çojmë këtë video 3000 like e plak. Vetëm i frikacak si bën like dhe subscribe. Jemi 3 ma Allah, nuk na plas për këto. Ky fëmia është duke flet gjumë. Opa. O vlla, dikush i tërhoqi komën. Mos ja dhi razën, shifeni çik. Opa. Dikush i tërheq komën o plak. Nuk jam i sigurt, po nuk ka arsye të jetë bo për shikues kjo ose për viewsa, sepse thjesht është një kalamaj vogël plak. Thjesht prindërit i kanë vendosur në kamerën ai gjë për siguri, ndoshta ka shfaq shqetësime kalamani, po shifeni çiko plak. Ja nis e qan. Jeni sigurt që do e shihni këtë video deri në fund? Opa. Olla, ja ka lujt tela ato plak. Imagjino këto rrobat që ka ky mund të jenë të pushtume. Edhe ky thot nuk më pëlqej. Kështu që nëse doni me ble super bluza plak, bluzat e mia me super dizajne, atëherë porositeni te Instagrami Laze Pajtoli dhe ju vjen te shtëpia. Nxitoni se kanë më ushit direkt bluzat, keni më ngel pa bluzë. Kjo kamera është vendosur te gjyshja, te mamaja e këtij personi, nuk e kam iden. Siç po e shihni, kjo ka probleme shëndetësore dhe duhet monitoruar gjithë ditën. Edhe diçka paranormale ndodh plak, okay? Po e shohim. Shumë zhurmë, ka shumë zhurmë. Okej, thot. Kujt, me kë po flet o plak? Ç'a po ndodh valla? O sa horror me rob shtëpia. Did you hear it? In the middle of the night, a quiet little female voice seems to whisper, "Come," and the elderly woman seems to raise her hand and responds, "Okay." O plak, një z i thot hajde. Ngjut për zotin. Okay. Kjo i thot okej, po vi dhe po zgjat duart o plak. Mama i tha, mos ja dhi racën. The woman's daughter Jennifer says that she believes that this is the voice of her sister. Thonë që është zëri i gocës vogël o plak që ka vdekur para shumë vitesh. Okej, kjo goca kishte dyshur shumë mirë për gjëra paranormale, po kontrollon shtëpinë. You can tell me what you think it says. Po shef këto si duar nga jashtë o plak. Ja ka dhi racën. Shifni këto si duar, se çka kanë shkruajt diçka nga jashtë o plak, i kanë grica, ku ta di unë. Is I've been hearing like loud noises. Plak, lëvizi kjo, plak, ja dhiu racën. Ndoshta kjo mund të ketë qenë fake, nuk i dihet. Ashtu ka lëviz dollapi im në një video që kam bë para shumë vitesh, edhe një prej komenteve më ka thonë, ndoshta e gjej atë video dhe do ju tregoj, okay? Se qa kërciti o plak. A mos... That's Jackie. Oh my god, thank god. A lëvizi qeni, okej. O plak, ja dhiu racën. Pse dreshin jam të i bo këto video? Oh my god, Jackie! Oh, qa bo? Sorry. Tiret pas kanë shkuar të i hoteli i pushtuar me pa zonën qa për nëllë me investigu. A ne kënej? Edhe se qa ka ndodhë plak. Qa kanë kap, diçka të frikshme thot. I can see you. Hije, ja kanë lujt tela. Po flet me hijen? O, sa gjuna, s'mush ka mirë kjo Are goca. you a little boy? Dal? Okej, thot, I është don't know if I rregull, can play ha, tricks pa on fro. you, but it looks like it's going like back and forth. lëvizi dira, ja lujti tela. No, turn towards me like you were earlier. Put your back towards me. As Crystal attempts to talk to the spirit of a little boy that Kaloj një djalë o plak. Kjo goca dyshonte se kjo hija ishte një shpirt, edhe po mundohesh të fliste me këtë hijen shife. the room. Kur kthen kokën, Josh's camera captures the spooky ja ka dhi racën olla. that seems to run right Edhe po ta shohësh shisi zvoglohet tu se ndryshon këndi. E tillë ja ka lujt tela. So did Josh and Crystal catch O vlla. evidence of the supernatural at the old Hotel del Coronado? O vlla ja ka lujt tela ato plak. Imagjino çfarë do kishit bën nëse do ishit me një shtëpi të pushtuar plak. Një tornado po vjen drejtim këty në o plak. Shi çfarë shtëpi e kanë këta të shkretët. O plak ja ka dhi racën. O, po vjen thot o plak. O plak, po vjen tornado ja olla, opa. Ja ka dhi racën. O vlla.
Stay low I thon, rini poshtë, rini shtrirë Allah. Opa, ja ka dhi racën, mirë që se ka shkull këto plak. Që si bërtasin o burgjuna plak. Were hurt. No because of the amazing one was hurt in this video. Kështu që çdo rob aty është në rregull, si kokramollës, siç e shihni, shkëlqyer zot. Kjo gruaja me veshje tradicionale indiane plak, shtëpive ndryshme kot në kot I binte ziles o plak, shive pak. trace. It is said that animals react strangely to the woman, often running in fear. O plak, kafshët largoheshin nga frika prej kësaj grus. On one late night, a family in Gwalior records the woman walking down their Shifeni pak o plak. Shife kjo gruaja. Shife, lopa ja futi vrapit Allah. Shkoi ra ziles kjo. O vlla mos ja dhi racën. I bie zileve të tërve o plak. What the f... S'mush ka mirë tjetër o plak. Ca rob të flet gjumë. Kërciti dritarja. Qa u bo? What was that, bro? Pyetën njëri tjetrin qa dreqin ishte ajo. Nah, bro, chill, bro. Hold it down. Po I thoni një tjetrit me u qetësu. Qa e mbyllet dritarja në hapi të shkej, se s'po e kuptoj. Come from like there. Është duke ardhur nga kjo ani thot ai tjetri, plak. Qa po ndodh? I don't care. No. What the f... O erdhi I zhurmë aty nga dritarja, plak shia futën vrapit ta. Mund të duket e frikshme, po ky robi po rri këtu, nuk po largohet. Qa po ndodh valla? Dikush ishte jashtë apo I bënte prank. A run thjesht from the room. nuk e di se qa po ndodh. Unfortunately, the clip was posted without a source. Ja ka so dhi we just racën have o to plak. Macja e kësaj familjes kishte vdekur para ca ditësh dhe kjo është lodra e asaj macës më duket. Or Ketimina passed away yesterday, okay, edhe qa supozot ndodhi? What the f... Ne besojmë që shpirti I saj është akoma këtu me ne thot, se lëvizi kjo kukulla si duket lëviz nëse e preka, ku dëgjon? Shpirti? Se qa unë gju, po plak qa përno? A në gjoni duke shajt, thot. Edhe se qa dolen sa gjona këtu. Po plak ja kanë lujt telat, kjo është fake bur I 10 ratin o bur, kjo është shumë falso. Shi qa thot, kjo që tha durt, unë des vet. Turn on again if there's somebody here with me. I will shit on myself right I'm not even wiping my ass. Dizu dhe I herë tha në qofse dikush është tu me mua, unë des o Now plak. that was truly Keni parasysh aja ka një sensor, në qofse vendos dorën ndizet. Nuk jemi me një shpicë shkatruar, të lënë aty, abandoned, nuk e di se qa me I thon tjetër. Përcili diçka. O vllai, në qofse do isha aty dhe do ngjoja këto, do më kishte pushu zemra plak. What the Yo, O plak, ja ka dhi racën. Ja ka lujt del do zhuk. Sa na trambi më. Oke, këtu kemi një shtëpi. Në kamerat e sigurisë, si që shihni këtu poshtë, po. The family dog perks up as a bright light flashes Undes, in what looks like a undes. pale little face Drita undes vet o seems to plak. peek out of the door. Oh, Then a shadowy figure about the size of a child seems to be standing in the hallway Po vlla. before o plak, ja ka lujt tela. disappearing, just as the little pale face. Nuk e dia janë fake, po imagjino të jenë vërteta o plak. Dikush doli nga kjo dera dhe u zhduk. Brandis and her husband Opa, Sky. shifeni çiko plak. Brandis and her husband Ndizet drita, zgjohet qeni. Sky have never Diçka posted del or këtu. even experienced Opa. anything paranormal, and they say they have no idea what this could be. Okej, kjo goca me këtë çunin po bënin një ritual, nuk e di pse me ça arsye prise sot u dal ky çuni olla. So we were just going to bed and Ne thjesht po shkonim në krevat tha dhe Shi si tundet ajo plak, shifeni çiko let me plak. just show you. Shi si tundet dera olla. Mund t'jetë edhe falso kjo. The bag up against the door. Nuk e di, po që imagjino t'jetë e vërtet. We're not sure. Po plak. Po plak. And like we're literally just
Po hapi derën direkt e legend. Çuna goca, nëse ju ka pëlqyer ky video, bëni sa më shumë like e sa më shumë subscribe dhe zhihemi në videon tjetër.